Zoja Zotimi brava. Mirë se keni ardhur në emisionin tim. Aq shumë të kërkuar këtu dhe në botë. Berisha News Show and Go. Tani. Si gjithmonë me mua gazetarin e ri dhe talentuar Sali Berisha. Fillojmë me lajmet. Pam 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 pam. Metaik. I miting madhështor Bulevard Dëshmorët e Kombit u organizuar nga Partia Demokratike për këtë shkak. Në fakt, me thëtë vërtetër, kur nuk isha unë atje kryezerë, si kur luan të Reali pa Ronaldon. Tani, pesmarrje masive 600.000, 700.000, 800.000, 1 milion protestues, të cilët mbushën sheshin duke thirrë, Metaik, Fjalimi në këtë miting e mbajti Luli, që për hyrë të së vërtetës do të them të radhë nuk ju ngjizë zani. Ka fol mirë, kishte pirë 4 koqeve që në mëngjes. Fjalimi ti u ndërpre her pas here me thirrjet e fuqishme, ovacionet, Berisha, ti je bota, kryesor me pikë të plota. Bërti të shekë. Por u spranova, u thira, Luli, o lule, mazzamata, e un per ty e ndalupa, o lule, Luli blu. Ska. Por gjithsesi, le të vim tani te komunikimet qytetarët. Në numrin tim të telefonit 0442454424. Alo. Urdhro. Alo. Po flas vetë rua. Alo. Urdhro zoti qytetar. O, bashkim. Nuk jam bashkimi o zotri, po urdhro flisni. Aha, ti Aldo je? O Aldo, o njësh, si e ke zogun më? E të zogun ta tregoj unë ty, more vesh apo jo? Se ti turp kuptar apo jo? Nuk jam as Aldo as bashkimi, jam Sali Berisha zotri. Berisha? Po. Ik. Pra si që dëgjuhet qytetarin, bërtit i hapur Metaik. Telefonata tjetër, Alo, ku je i malli Borish? Po këtu jam, ku të vete tjetër? O yll bota, Kush jeni ju zotri? o i bukri leot, o djedh që dele dhe në shi. Jozi jam që mos kjosha pa ty. Po Gjozi ti e? Thash me vete mos ishe ti, po do ti që ishe ti. Si të duk protesta, si të duk? Katë marbur, katë. Koti. A din se nga që s'fola ti në miting, u duk si kur kishim dalë për parakalim për 1 maj, ale jo si protest. Mos e ban ma atë gabim që mos flasësh Borish. Ne nuk mune na me i shty do të mitingjet pa ty. Fol Borish, fol të lumë goja, fol e mrot drejta tona. O Gjozi. Mar Borish. Boj Gjozi. Mar Borish. Moj Gjozi. Pra kolegja ime kemi punu e me përkushtim bashkë. Telefonata tjetër, alo? O ba! Folë, zoti qytetar? Po çfarë qytetari më thua? O ba, do m'japësh lekë se do iki me shokët në piknik sot. Po ti nuk më thekja kur dole nga shtëpia. Dëgjoj atëre.
Do shkosh te xhepi i gjaketës, do marrësh 1 milion euro aty. Dhe jepu një drek atyre shokëve, kupton apo jo? Po kur të vish mos harosh mi tavoli, kam lan 2 milion euro, bli buk kur të kthesh merr dhe kos. Mos haro. Dëgjoj. Vetëm të lutem, mos prek ato $60 të kemi më njësë, se vetëm ato kemi. Babi, o babi, mos nuk e mirë. Po 10.000 lekë dua. Ku di unë ç'është milioni? Ore, kush je ti? Po djali yt jam. Mos bëj sikur dëgjon se të gjithë më thonë, s'ka si babi jot bashkimi. Ua quri, nuk jam bashkimi unë, jam Sali Berisha, po dëgjoj, shko vrap pas babit se e le dashnore pakullore. Shpejt, hidhu. Vazhdoj me telefonatën tjetër. Alo? Alo? Ka shumë kërkesa, ç'është e vërteta nuk futet dot ligj si duket. Telefonata tjetër. Alo? 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 Urdhro? Zoti Berisha, përshëndetje. Përshëndetje, zoti qytetar, si jeni, urdhroni. Flisi zërin tuaj, ju lutem, kush jeni? Shqiponja jam. Urdhroni, zoti Shqiponja. Jo, o Shqiponj Mali, o Sypa Trembur, o Adetar, o Skënderbeu i dyti kombit shqiptar. Faleminderit shumë, zotri. Këto fjalët tuaja që më mball gjerë. Shiko se çfarë thot populli, nderuar miq. Më preke, zoti qytetar, më preke. Dhe ja ku të premtoj, mua do të më kërë një ball aty të barikadës, të protestës, derisa të largojmë kriminalet nga Shqipëria, se kot nuk më thonë, Sali Berisha. Natë në mirë. Faleminderit. Me këtë rast, emisioni mbyllet. Jo. Tash i bën. O, sa e lumtur jam që kam dalë, se ky regjimi bebit më të shmëndi fare. Mbylla në shtëpi. Të si, na ke neve edhe na ke për gjithë mbështetjen tënde. Ke nevoj për ndim, ke nevoj për mbështetje, ja ku i ke 2 motrat e tua. Na thuaj tani. Çfarë? Si shkon me burrin? Mirë, shumë mirë. Top. Shkon në krevat, do me thanë. Jemi ngushtuar në qikë këto kohët e fundit, po mirë. Po jo, Mirë, shumë mirë. është shumë i këndshëm, është i mirë, është i dashur, është i lezetshëm, është... Lere, mos folmë. Të trahton. Qa thuam? Po, kam lexuar unë. Meshkujt gjatë shtatzanive të grave e rrisin trahtin e tyre me 20%. Ja fut kot, ai më do shumë, edhe do më doj edhe më mbrapa, madje. Më i flonja e ke nga hormonet, mua po më trahton ledri dhe pa lindur, jo me kur të lind. Po mos ki më rak, se do të ruajmë neve. Kështu janë gjithë burrat mi trahtojnë, po mirë thot Ana, do ta ruajmë neve. Po, do dalim neve nedve, ti rrin shtëpi. Fli gjumë, se shtatzania t'jep dhe gjumë. E dimna. Po qa gjume me unë s'kam gjumë fare. Neve e rrim bashk, nedve, nuk është... Por leje pra tani se e di unë shoqe, e ke menduar mirë ti, se kur është puna për fëmijë, malli që blihet nuk kthehet. Po. Prandaj ti do rish në shtëpi, se me pjesën e lokaleve merrem unë. Nuk e leon atë dalit breve andaj këte. E di si janë bërë femrat sotme. Me zor presin që të ngelet ndonjëra shtatzan, edhe tak i kapin burrat. Kafe, mos pi. Kur je me bebin me vete, mos pi kafe, mirë? Jo, lokaleve mos dil. Dole sot, mos dil më. Sepse fëmija bëhet ato që bën nëna vet. Se kam lexuar ca libra unë për fëmijë, prandaj. O, zot, po ti ç'lidhje ke me librat për fëmijët? Më fal, ti deri dje ke lexuar Anabelin.
Po, ndonjëherë kur dal me ndonjë çun, duhet kem dhe informacion për fëmijët se sa po I flas për ta, tak impresionohet ai. Ose të me rohet. I thash njerë Ledrit zemër, I thash, unë vdes për fëmijë, më pëlqejnë shumë fëmijët. E di qa bëri? Më thollim besën. Sa për atë punë, një ish I dashuri më mori një herë në telefon, edhe më tha, zemër do të bëj një dhuratë, që në fakt duket se e imja, po do jetë dhe e jotja. Të pëlqen bota e fëmijëve? Po, I thash unë, shumë. Edhe më blen një PlayStation. Unë nuk e kuptoj fare se qa po flisni, unë jam shumë e lumtur, ne duhemi shumë, dashuria jonë po ndryshon, dit pas dite, rritet Po lëre se e dim atë punë, e dim. A e di sa hallë ka fëmia, o gocë. Zoti madh, njerë fillon veshi, pastaj e kap temperatura, po mu hajde bia. Ta shpifin. Nuk të kuptoj fare se që po bëni, jo? Po, për edukimin e ti, e mira është që çdo natë ti vesh muzik klasike, me kufje ke barku. Muzik? Po, muzik. Beethoven, Mozart, Schubert. Qa thum Jana, qa thu të talin të gjithë? Fëmija pak qanë të filloj Më dëgjo mua, Flonja. Goca jote duhet të dëgjoj Flor Mumajesin, Anje Zabrankën, të dëgjoj Fatmira Breçanin, të dëgjoj Ganga Style, e kupton që të përshtatet me të gjitha ambientet e blokut, më kupton? Ju s'qon kene fare në Terezi, ajo do bëj zgjedhjet e veta, nuk ka nevoj fare, unë të Vet, po një dorë duhet I japësh edhe ti. Po, normale. Mund të pyes çfarë ke ngrënë sot? Ç'kam ngrën, edhe më hahet akoma, kam ngrën petulla me mjalt, një tav kolsi që kishte ngel që dje, I futa dhe një byrek, një tepsi me byrek me hithra. Gocë jenë Terezi? Çfarë han mami, han edhe fëmia. Si do e nxjerrësh gocën mi, me surrat tepsi? Ç'lidhje ka? Flonja, I di si do bësh ti pas lindjes mi. Do të bëjnë më roba. Po, ke për të bërë çara gjitha ndaj. E të mërshme. Po pse bëni sulur kështu ju mua me? Po unë dua këtë fëmijë, pse bëni kështu? E me mi e dim. Po, çfarë emri keni menduar ti vini? Jeni gati? Kokonuko Morbes Mjalor. A jenë Terezini, fjali, keni gjithë me I vëmë kësaj fëmije, po të mbi emri ku të mbaja, u qatë që shkjo, Qatë ka gjetur ndrot temzet me rrua. Dëgjof. Mirë, shoqe, mirë. Vetëm të dish që neve do jemi këtu gjithmonë për të mbështetur në gjithë këtë qamet që të ka zënë. Po pse qamet? Dëgjoj, jo, Flonja. Unë mendoj se ti je në ditët më të bukura të jetës. Ku ka, Flonja, si pritja e ëmbël? Nuk ka. Seriozisht, mendoj se çdo femër duhet të ndjetë e realizuar vetëm pas I bëhet lënë. Sinqerisht, më fal një sekondë sa të flas. Ledri? Po zemër. Jaja me Anën dhe me Flonjën. Pa tjetër do dalim. Kur? Me kë? Ma në besën tonë dhe 4 vjeqare që së gjë pas dhërë më shkull dhe flokot? Jenë të rezisuaj, asaj motrës tonë dhe të lutem shumë, Ledri. Pjellat e tyre ti menaxhojnë mirë, ti mendojnë mirë se ku do I degdisin. Derë fëmije. Atëhere, Flonja, si thua kur të lindi goca, do na e lësh ndonjëherë ta mbajmë unë me Anën? Ta mbajmë ne? Ju, shumë faleminderit. Shumë faleminderit, po... Ismet, shojmë. Të kthehemi tek një pjesë tjetër. Në përgjithësi të identifikosh kombin tënd, identifikohet nëpërmjet gjuhës, kulturës, traditës, folklorit, veshjes, kostumeve kombëtare. Sa jemi ne të investuar?
Po të shikojmë në sistemin arsimor që në klasat fillore dhe mëtej, sa është investuar për këngën popullore shqiptare, zakonore, tradicionale, 0. Më kujtohet, për para shumë vitesh, isha rreth 24-25 vjeç sa kisha filluar në Akademinë e Arteve, por mi hapur në qikë emri, kështu që ky imitoja, me fjala jo Agron Llakaj, edhe fejoni motrën, me Malia kishin ardha ata Krushqit. Edhe mbledhur aty rreth 20-30 veta, kishin ardhur Krushqit dhe baba im donte të mburej para Krushkut, që ne kemi një artist në shtëpi. Edhe duke nisur të dashur shokët e shoqet. Sot fejojmë çupën tonë. Na trashëgohet, jo të lumtur, o shuthi. Nashi, unë mejtoj që edhe të respektoj mirëjatrin, një dolli, një këngë për secilin. Dakord, dakord. E filloi pari për vete, një këngë i dolli, erdhi radha vllajt tim, ja futi ai. Me sa pliku në lugin, malet e lor. Pusha, është këngë për Mehmet Sheun kjo. Se ishte armik Mehmet Sheu. Po jo, babi thash për brigadën e 6. Le tash, e di unë atë. Vazhdo ti, se do të marrë dhe shpejt të dilte tek mua. Baba im ka qenë 35 vjet pompist me Maliaj dhe ka pasur një shef që e kishte emrin Manxhar. Edhe Manxhari kishte shumë respekt për baban tim. Ishte shumë punëtor. Shumë punëtor, njeri shumë i respektuar, komunist ishte, me armë ishte, se kishte provuar armën ndonjëherë, po prap e kishte armën. Dhe në një moment erdhi radha ime. Unë kujta, unë të na trashëgojmë, mirë se keni ardhur Krusht, në hahet bukë e ëmbël këto. Fillo këngë, thaj. Fillova unë. Dola një ditë nga mali, këndon, bilbili këndon. Iso, mirë, tha. Është artist, e kam me di se e kam djalë apo jo. Krushët. Vazhdova unë. Nga mali vare syzeza trupi saj djerë së kulon. U knaqe. Të thash e kam artist të thash. Lajmëron në komunale se një pompë nuk punon, se ishte babaj pompist. Mos u mërzit, thot Manxhari, se Nokia e rregullon për baban tim. Aty, unë ze babaj, ishte dy feku mbas derës. Dy feku, që do të vras me këto duar? Na, i Krushku mori. Që birqeni? 6 muaj s'folëm. 6 muaj. Pastaj, i thanë ata, po foli djalë të nervos. Që birqeni? Letë me thoshte mua që donte, po me pompat e partit me shokun Manxhar që kishte. Po gjithsesi, këngën popullore ma mësoj. Dhe unë e këndoj shumë bukur këngën popullore. Po a e këndon kaq bukur sa unë dhe i mbirë? Fatkeqësisht, jo. Dhe kjo, jo duke marrë si vlerësim se nëse këndon apo jo i mbirë. Brezi i ri, po harroj këtë, do të thotë se po që identifikohemi. Se gjuhën e kemi basarduar, kemi futur anglisht, brenda greqisht, italianisht si kemi bërë. Do humbasim dhe një ditë të bukur nuk do kuptojmë se çfarë jemi. Që të jemi shqiptar, duhet të ruajmë vlerat tona. Zëri qytetarëve pikërisht për këngën. Nga jeni ju me origjinë? Nga Korçë. Këngët korçarit ju a keni trashëguar dhe fëmijëve tuaj? Jo dhe aq. Më thuaj një këngë tipike korçare. Perëndesh e bukurisë. Që bukurisë ti je, unë pa ty nuk mund të roj. Dashurin që kam për ty, o bobo si do ta shkoj. Nga Elbasani. Këngët e të madhit Isuf Myzyri, ju a keni trashëguar dhe fëmijëve tuaj? Absolutisht po, ata janë të lindur me atë këngë. Kush për shembull ty të pëlqen më tepër? Çu dëshush me të pa me sy. Fëmijët kam pasion për të dëgjuar këngë muzikale. Pastaj në gen unë jam edhe lap. Shquhesh për të kënduar? Iso baj. Haj një herë ta dëgjojmë. Nga Vlora. Më këndoj një çik një moment, për shkak të një këngë labe. I than Ismail Qemalit, kombi të kërkon në Vlorë, për flamun e për natan, ja do, besëm ja do rojmë. Nga Librazhdi. Kush është vallja tipike e Librazhdit? Rajca. Si edhe hapat ke vallja? Po shumë shumë se do të kukësit, e ke parasysh shumë. E ke parasysh si grekët që prekin këto komë të qërë, kom tironëse, me bukë me gjizë, me speca të kryp. Unë jam tiranës. Fëmijëve tuaj, ju a keni trashëguar këngët tiranase, valle tiranase? Po. Albona Mema. Kush është? Albona Mema. Më thuj një këngë Albona Memës. Laki më bëpëlaki. Laki.
Mos bukala, që të continu me nane. Jam nga Dibra e Madhe. Pjergulla, mori pjergulla, kushtë ka... Pjergull dhe më thënë rushi. Kushtë ka më ledhura. Ne, si prindër, kemi për detyrë që t'ua kujtojmë për herë fëmijëve. Muzika shqiptare mos humbin asnjëherë jo, është një perle e kombit tonë. Nuk i bëj koment, por do jap një mënyrë tjetër kur keni probleme dhe halle. Në qoftë se doni që t'i drejtoheni kryeministrit, ose një ministri, ose një problemi tjetër që nuk ka nevojë të trokisni në derën e tij. Sot ka forma nga më ndryshme të regjistruar me fjalën celular, e fut në YouTube edhe patjetër që do ta shikoj. Për shumë dhe fjala, ju jeni dakord të legalizohet hashashi? Kush është dakord të legalizohet hashashi? Më ngri... në rregull. Tani unë njoh njërin që do të legalizohet hashashi, por ka gjetur formën më demokratike për të kërkuar legalizimin e hashashit. Ja urdhroni. Përshëndes Parlamentin, gjithashtu dhe kryeministrin Edi Rama. Të lutem o shtet, ju më në gëzmoni, po bëtë dëshirë, hashashi legalizoni, po të finit jo, të në besonit dhe, kjo është një fjallë, më se e vërtet, jemi në qërat e vlorës, fjallën bujma të min, do pim drog, do i zeri bumi dhe dreqin. Të lutem o shtet, juve në kuptuat, jemi në e qunat, që kemi pirë bëm, më pëmbaruar. Ju falenderit për respektit. Pak vesh, pak muzikë dhe i qanë hallet. Ja, kjo e zgjidhja hallin tani. Vjera dhe Nusja. Pas pak. O Vjera! O Plera! Vjera moj! Jeme, qa mutin ke? Qa ke? Hajde! Qa keme? Hajde! Qa të bëjme? Hajde se do flasim me Dautin! Qa them Hamutin? Hajde të flasësh me të birë, hajde! Po fol me që gja fol! Aman me se kam nuset e mirë me aman! E si kur rizo po gjodi begungë sa jo shketa! Aman me të befte me ma gjallasat mire ka... Do flas me djale, më ka marrë mali, u poqi mali, më poqi! Hajde, Gjalla me aman... Deksh në vend gjalla... Dëgjo tani, do flasim me Dautin, mira? Ku të flasim me në gjame? Jo, ja, dëgjo. Qa është gjame? Këtu tani është Skype. Qa është me? Ky është Skype. Skalpi kokës me? Të hëngër një mortje, më dëgjo, është Skype, moj Skype. Ne shikojmë atë dhe ai na shkon neve. Edhe ja u pam, po pasaj. Po do flasësh me të të birë. Pse kërë fritet me? Nuk ka telefon me? Mirë bol tani. Daut! Qysh je? Si kalon? Mirë. Na folis ato me se kemi folur bash. Oma! O Daut! Ja Allah tu befte me ma! U tu befte me ma o pëllumi, me ma sa pëllumi shkru! Qysh me je? Oma le më dëgjon! Qa thot me? A më dëgjon, thot. Më dëgjon. Të kam dërguar ca para me një shok. Kur të vej do t'jap mjaftimja. Qa thot me? Po, më tha mjaftimja që ka qenë shumë sëmur, Sëmur, thua. Sëmur, tu befte me ma. Desh vdikja dhe pak, desh vdikja. Ngele dhe pa ma vëri dhe pak, ngele, po mi me pun mi më lodhesh. Më e lodh shumë trapi, në tu befte me ma. Se atje është puna, nuk marot. Të befte me një dobësuar, të befte me ma je hequr. Jo. Të ka marrë mali për mjaftime, do të trej që...
Mirë, të puth për se largu me, ma të puth. Na mamat. Mama, të bëftë me, heme që këta puth. Mirë shpyrt se do flasim prapa. U qorën byth, po ha. Miru pafshim. Hajtë të puth, hajtë. Ku hajtë të puth me? Po mirë, pse ma bëre me shenjë se sa kuptova ty? Moj vjerë, po, Lumadhi sa s'diq kur I thash ka qenë nëna shumë së murë. U mërzit shumë. U mërzit shumë, Shumë u mërzit. Se ti mas e tallesh, po dhe unë u mërzita, vjerë. Na me na, të plasi byth aty pa ha. Jo, mendova thash që zjemi se duhemi. Po që të vdesësh, do ngelesh vetëm vjerë qa do bëja unë Lumadhja. Të vinte keqe. Po qa thua, Do I qirje bythet këshu, na. Po, je një keqe do mosdoshme, moj vjerë. Edhe mendova se vdiqe dhe bëra një fjalim. Na me na. Qa thua me? Fjalim për mua? Bëra një fjalim se thash... Si kur kesha vdekur me? Po thash larg qoft. Ja Allah, nuse! Ta mandën se s'kam vdekur as njerë, ma lezo fjalimin, ne me qafsh, lezoj njerë. Qa ke shkrojtur, he filloj, ja, kam vdekur, fal, jepi, Me vërtet a lezoj? Me lezoj, qa, budalash këti, ke shkrojtur mire, Po ja, dëgjoj. Zonja dhe zotrin të gjithë ju 5 veta që keni ardhur në ceremoninë e varrimit. Qa ishte kjo me 5 veta? Pse me 5 veta do vinë të më mbulojnë mua me? Më mërë të keqen mua! Po duro, ata të varezave janë 2. Edhe unë 3. Edhe 2 shoqet e mia që lumadhet s'kan nga ta shtyn ditën. Po shumë pak me... Po mime, jo tem nuk do vija, po zgarda bala e drekit, krushke mutit. Ku do veja jo, po? O, vjerë, po unë nga që do qaj me oji, do murzitem shumë, edhe do arroj ta lajmëroj, më kupton? Se do qaq keshti, Moj vjerë, unë dukem këshu, po thell të dua shumë. E di që me do, e di sa me do, po jo. Heme qafshash do lezimin, lezojnë qika. Nëna jo lindi dhe rriti plot 14 fëmijë dhe bëri 40 aborte. No! Na me ti, budaloqke, po pse me shkryen abortet aty? Le, ashtu ishte koha tani. Po që, qa ti bëja unë? Po do me lësht të mbaroj fjalimin në. Po ato hiqit, 14 fëmijë. Po mime, këta 14 fëmijë s'do vija asnjë në varrime. Po janë larg, nuk vinë do tani, lëm të mbaroj. Ajo u martua 4 herë. 4 herët me sukses. Me burin e parë shkonte shumë mirë. Me të dytin shkonte akoma më mirë. Me të tretin shkëlqyer fare. Selman bojva, Selma. I 4ti dha shpyrt në duart e saj që ai e donte shumë. Ai që të donte më shumë që. Lere të shkretin selfozin e vdikja vetë. Qi bëre, moj? A ty shtrirë kur do jep të shpirt, më tha mua, tha, to më dëgjosh, ta se duat më falç, ta se po ikina që bota, po duat që të më falç më katin. Qke bërë më bojo, I thashun, se do ta falë. Tha, unë tha, ta kam dredhur me shoqen tënde të ngusht, më tha. Po dhe unë prandaj të elmova, I thashun. Hajde me se s'quet, ledzoj, Ishte dashur zemër mirë, gojambël, shpirt flori, gjën e saj e ndante me të tjerët. Qa bëja me? Do e ti për vete, mua mërë t'keqen, e mora vetë. Me burin tim kam bërë që kam dashur. Moj shtrykë po në kam shkruajtur gjithë të llafe të mira, duro të mbaroj. Po se duroj do të po që për nderin. E pastër vishe I musi zonjë. Po që njolla këtu që hengër të shplaft ishte Allah, Am vise mirë, nuk ju dëgjua kur fjala. As njerë. I hengër t'jel më, po kanë dëgjuar një fjallë në mua kush. As njerë, për kokën tënde. Edhe mua më kishte si qup në saj. Po qa ke, moj? Qa ke, moj, qa ke?
U preka në ato fjalët e bukura të tëra për mua e kishe me. Për ty, ma pse si kujtove ti? Jalla, gjithë të lafe të mira, e të bukura, jalla, rosh, dëgjo në shise. Nuk ma mërë të mendja, ti me këta kurriz të më thua shto fjalë. Lartë, se nuk i djetë jetës, mund të vdes hope tope dhe zdo marrë zvesh se ku po vete. Nëse nduq, po është organin të dytë, aty kam gjitha lekët. Të befte me ma se të kam si qupën time, me këto që thevë të regon se më do. Ti marë që ti gëzot qambet e pse qanë? Po për to që më thema, gjithë të fjallë të mira, apo jo, mi thë. Nëse dashur që... O vjerë, po unë to i thash për botën moj, se po të jetë për ty, më shtrig plak se surati jot nuk ka tani, ik shduku se parate mora vesh se ku i ke. U me rëksë mund,